Miliarderi i teknologjisë dhe pronari i X Elon Musk kritikoi ashpër kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez, duke i quajtur tiran dhe tradhtar ndaj popullit të Spanjës, pas planeve të Madridit për të zbatuar masa të reja që synojnë rregullimin e platformave digjitale dhe mbrojtjen e të miturve. Musk reagoi ndaj një videoje kur Sánchez njoftoi një paketë të re ligjore që përfshin ligje për të mbajtur përgjegjës drejtuesit e rrjeteve sociale nëse nuk kontrollojnë si duhet platformat e tyre. Ligjet e reja gjithashtu parashikojnë ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për të rinj nën 16 vjeç, pasi Madridi shprehu shqetësimin për rritjen e gjuhës së urrëties që përhapet sot në platformat digjitale. Sánchez thanë se platformat sociale do të duhet të zbatojnë mjet të verifikimit të moshës që funksionojnë realisht dhe jo kuti kontrolli që mund të anashkalohen lehtë nëse duan të operojnë në Spanjë. Mas kritik i hapur i kryeministit spanjoll për politikat e tij të emigracionit dhe tani për rregullat e mediave sociale, shprehu pakënaqësi ndaj masave të reja. Masat e shpallura nga ekzekutivi spanjoll synojnë të luftojnë atë që konsiderohet një shtet i dështuar i rrjeteve sociale, ku ligjet injorohen dhe krimet tolerohen. Një nga propozimet më të diskutueshme është të bëhen drejtuesit dhe pronarët e platformave sociale të përgjegjshëm ligjërisht, nëse nuk ishin për mbajtje, urrëtie ose të palishme, një masë që do të ndikojë direkt tek individi si Musk. Kjo përplasje vjen ndërsa gjigantët e teknologjisë po përballen me rritje të mbikëqyrjes rregullatore në Evropë. Të martën, autoritetet franceze kryen një kontroll në zyrat e X në Paris, si pjesë e një hetimi mbi manipulimin e algoritmeve dhe mundësinë e ndërhyrjes së huaj, ku Musk është thirrur për të dëshmuar. X reagoi ndaj mbështetjes franceze duke deklaruar se ishte i zhgënjur nga ky zhvillim, por jo i befasuar.